Horoskopi ditor e Mërkur 8 Korrik 2026. Dashi. Sot qielli hapet triumfal për ju me planetët që janë të vendosur në favorin tuaj të plot. Në veçanti, yjet në shenjën tuaj ju sjellin miq të rinj. Do të jeni në gjendje të shkëlqeni me sharmin tuaj të vërtet mbretëror me Venusin, që do t'ju garantoj një formë të përsosur psikofizike. Demi, një qiell i ndritshëm i cili ndodhet në aspektin harmonik. Do t'ju sjell ditë shumë të bukur. Do të keni meritën të kundërshtoni disa gjëra negative, duke u forcuar dhe duke sqaruar disa çështje të mbetura të pasgjidhura ditët e fundit. Por ngjarja e vërtetë e momentit është mesi i ditës tuaj. Dëshira juaj për të shfaqur veten dhe për të dalë në pa do të rritet. Binjakët, sot do të përballeni me një problem shëndetësor dhe mund të zhvilloni një konsult me mjekët. Duhet të keni kujdes me shpenzimet që do të kryeni pasi mund të keni probleme me financat. Gaforja, do të keni mbështetjen e planetëve në marrëdhënien tuaj me partnerin. Çdo gjë do të shkojë më së miri. Sa i përket financave, nëse veproni me maturi gjithçka, do të shkojë më së miri. Luani, në aspektin sentimental duhet të jeni më tolerant në disa vendime. Jepni më shumë hapësirë partnerit në mënyrë që lidhja juaj të ecë si duhet. Në lidhje me profesionin do të ketë surpriza pozitive. Është koha të konkretizoni idetë tuaja që kanë qenë në pritje për një kohë të gjatë. Virgjëresha, marrëdhënia në çift do të thellohet edhe më tepër gjatë kësaj dite dhe ju do të kaloni akoma më tepër kohë me atë që keni në krah. Financat duhen menaxhuar më me kujdes dhe maturi, për ndryshe do të keni probleme. Peshorja, me mendje madhësi dhe krenari do të përfitoni vetëm armiq. Mos u tregoni të padrejtë me ata që kanë investuar në marrëdhënien që kanë me ju, vetëm sepse dëshironi gjithçka në sekond. Vlerësojini më shumë të tjerët. Kjo është më e rëndësishme për ju. Akrepi, keni shumë çështje për të zgjidhur dhe nuk mund të pretendoni që familjarët tuaj të bëjnë atë që realisht duhet të kishit bërë ju, madje prej kohësh. Sot nuk është dita për të gjykuar, por dita që çdo kush të marrë përgjegjësinë e tij. Shigjetari, hëna është në anën tuaj sot dhe mund të merrni disa lajme të mira. Duhet të jeni shumë të duruar dhe të merrni vendime me intuit. Sa i përket çështjeve financiare, do të jenë fantastike. Bricjapi, profili planetar i kësaj dite ju jep forcën për të sqaruar disa çështje në fusha të ndryshme, sidomos në atë të shëndetit. Çdo situatë e errët e mëparshme pastrohet plotësisht në mbrëmje. Yjet ju japin guxim të qëndroni në pozita mbrojtëse. Gjithmonë do të ngrini flamurin e kompetencës dhe do të shpërfillni gjykimet e kolegëve armiqësor. Ujori, sot do të jeni të pakënaqur dhe do të kërkoni që të qëndroni vetëm dhe larg zhurmave. Do të keni mungesë durimi, puna ju ka lodhur shumë dhe kërkoni pushim. Por kjo nuk mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Lajme të mira ka edhe për beqarët. Peshqit, situata në jetën sentimentale të çifteve do të jetë më e mirë se kohët e fundit. Duhet ta bëni partnerin të flasë për çdo gjë me ju dhe të mos mbyllet në vetvete. Sa i përket situatës financiare, do të merrni masa për gjendjen tuaj ekonomike dhe gjithçka do të shkojë shumë mirë për ju.